Gjykata e Shkodrës ka shpallur të pafajshëm 7 efektiv policie të cilët ishin akuzuar një vit më parë për mos asgjësim të rreth 1000 bimëve kanabis sativa në njësinë administrative të Shalës në zonën e Dugaxhinit. Në akuzë për shpërdorim detyre ishin policët Gjergj Mala, Sokol Kroni, Faik Latifi, Nik Shkambi, Zev Doçi, Ardian Baqina dhe Kristian Lokthi, të cilët për këtë çështje ishin pezulluar dhe nga detyra. Pas një hetimi që zgjati rreth një vit, Prokuria e Shkodrës arriti në përfundim se nuk provohet kryerja veprës penale dhe as përfshirja efektive në shkelje ligjore. Dr. Rethana, prokuroria çështjes Besmira Vishe, i kërkoi gjykatës pushimin e procedimit penal. Kërkesa u pranua nga gjyqtarja Teft Xhanari, e cila vendosi pushimin përfundimtar të çështjes. Më herët gjykata e apelit kishte vendosur dhe heqjen e pezullimit nga detyra për të gjithë efektivët. Mes policëve të përfshirë ishte edhe Gjergj Male, aktualisht zëvendës shef seksioni njësinë Elit Renea, në kohën kur dyshoi se ishte kryer vepra penale e mbante detyrën e shefit të stacionit policor të Thethit. Hetimet nisën pas pretendimeve të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, e cila në nëntorin e 2024 deklaroi se efektivët nuk kishin asgjësuar rreth 1000 bimë kanabisi të konstatuara gjatë një kontrolli. Bimët u gjetën në proces tharje gjatë një operacioni zhvilluar në korrik 2024. Megjithatë, nga provat e administruara gjatë hetimit, këto pretendime nuk u konfirmuan. Si pasojë në nëntorin e 2024, policët u pezulluan nga detyra dhe u hetuan në gjendje të lirë, por përfundimisht u shpallën të pafajshëm.